Kamnet respektune shunavne radioneske Romano Avazo. Shukaralena no jekto emisija no ramje projektesko Romano Avazo monitoripe strategijako ani Kosova taj e aksionalne planesko ano Prizren. Financirimo kotare Evropaki Unija, taj pikojimo kotaro Birn, nezavisna TV mreža, Kosovake hramime medijengo koncili, taj implementimo kotari birepkani organizacija Durmish Aslano. Mashkaro amare emisije sijem telachare transparencija, taj te monitorina o implementipe strategijako vašo romane taj ashkalune komitetesko hakajengo avansipe, vašo besha 2022-2026, taj prizonsko akcionno plani vašo besha 2025-2028. Ano besh 2022 e Kosovakora IP aprovingje strategija vašo romane taj ashkalune komitetenge hakajengo avansipe, vašo besha 2022-2026, Ketane e butikeri paske planeja 2022-2027. Akava strategikuno dokumenti hramisalo e reseja tela qare legjivti paske kondisje taj tezora kerel akale komitetjen kontrole IP ano amalipe adresi pao sa vahtune svide ano umala sarsi siklipe, butikeripe, sastipe, akomodipe taj diskriminipe. Vašakaleske ame shërdingjam amaro investigativuno žurnalizmo keri pa trin interviste. Jekto kotarjek relevantiun institucija sarsie ministrija vaš o lokalunera i pasko administripe, respektivitetea e rajoa Ejup Kamberaj, piravutnoj divizijako vaš avansipe e manushikane hakajengo ano komune. Ovden gjame respondipja vaš o implementipe ani praktika, transparencija taj budžeti, taj realuno impakti. Vaš maj buderit e shunaleske respondipja. Unë jam Ejup Kamberaj, jam udhëheqësi i divizionit për avancime drejta e njeriut në komuna, në Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal. Këtu jam afër 3 vite më tepër në këtë funksion dhe po provojmë që së me zyrën për qeverisje të mirë ta zbatojmë maksimalisht strategjinë për avancimin e drejtave të komunitetit të Roma Shkalit dhe Egjiptian, si të ri komunitetet të ndara edhe sipas legjislacionit pozitiv apo legjislacionit fuqi. Drejtet t'ju them, ne kemi disa probleme praktike kuptimin e reorganizimit të njësive për drejtat njeriut në komuna, dhe këtë e kemi adresu tani përmes draft ligjit për mbrojtje kundër diskriminimit, i cili e ka marrë opinionin pozitiv edhe nga Komisioni Evropian nga Strasburgu, dhe kemi signale që ky draft do të kalon në qeveri, posa të krijuar institucionet e Kosovës, do të kalon në qeveri dhe në kuvend, ku është obligative çdo njësi organizative që ka përmi 50 zyrtar, çdo organizatë buxhetore, ta krijoj, ta themeloj njësinë e drejtave të njeriut, ku në kodrat sajna do të hynë zyrtarët adekuat sipas ligjeve bazike që determinojnë për të ekzistuar në institucione. Tani ne kemi zyrtar për mbrojtje kundër diskriminimit, po ka edhe përgjegjësi tjera në komunën e Zrenit, i cili bazë pyetësorëve që ne i adresojmë komunave e plotson sipas sistemit pyetjeve, ku pyetjet po ashtu parashihen për grupet e marginalizuara, ekskluzivisht edhe për komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian, lidhur me komponentet sipas strategjisë. Sa ka arrit procesi i arsimimit, sa ka arrit procesi i banimit social, sa ka arrit procesi i punësimit në institucione publike komunale, sa është faza e identifikimit të procesit të diskriminimit, të rastet e paraqitura zyrtarisht në organe dhe sa është rezultati i tyre. Domethënë pyetjet janë adekuate, sa që neve na jep me kuptu, me bane përmbledhje lidhur me dukuritë që janë të parashikuar, me veprimet që janë parashikuar dhe aktivitetet sipas strategjisë dhe planit të veprimit. Ju e dini që strategjia veç i skadon afati, mandati në fund këtij viti, ne tash të bashkë me zyrën e qeverisë të mirë, e cila është të bënë punë shumë të volitshme kuptimin edhe drafteve politike që e kalojnë në qeveri, siç është strategjia për avancimin e komunitetit, dhe shpresojmë që brenda këtij viti do të punon grupi punus. Sa ka mundësi me arrit që brenda vitit strategjinë me kalu në qeveri, është një problem i procedurave të brendshme, po së bashku me zyrën e qeverisë të mirë do të ecëm këtë proces që sa më shpejt këtë strategji ta finalizojmë dhe ta dërgojmë në qeveri për aprovim. Njëjtin situatë kemi edhe me komunën e Prizrenit dhe nga zyrtarët
për mbrojtje kundër diskriminimit, ne sigurojmë të dhëna që strategjia apo plani i veprimit i ka skaduar mandati dhe ne i adresojmë shkresë zyrtare kryetarëve të komunave që të veprojnë korporacion me strategjinë e cila është fuqi. Ju e dini se ne kemi pas një plan veprime 2022-2024 për zbatimin e strategjisë bazike të nivelit qendror. Dhe automatikisht kemi nxjerrë një plan veprimit për zbatimin e strategjisë 2024-2026. Vetëm që mos ketë vakum juridik, kuptimin e zbatimit të aktiviteteve të parashikuara sipas objektivave të strategjisë bazike. Dhe këtë e bëjmë monitorimin e saj përmes një matricë monitoruese që e kemi bërë transparente edhe në komuna që ta plotësojnë këtë matricë të përmbushjes së obligimeve që derivojnë si rezultat i strategjisë. Që të të drejtën, strategjia ka një kosto buxhetore e cila në fund vitit do të raportojmë, fund vitit do të bëjmë edhe publike raportin mbi zbatimin e kësaj strategjie, edhe do të identifikojmë shumën e tollave mosës buxhetore se sa janë shpenzu sipas digastereve që i kanë përgjegjësitë. Ju e dini se disa objektiva i përbush po e zonë për shembull Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, disa Ministria e Mjedisë dhe Planifikimit hapësinor, siç është e komponenta e banimit. Mirë po ju e dini që edhe ne kemi participuar si ministri në projektin e rindërtimit dhe renovimit, ndërtimit dhe renovimit të shtëpijave, ekskluzivisht edhe të këtij komuniteti. Pjesa dërmuese kanë qenë përfitues vitit kaluar, ku ka qenë shuma prej 3 milion euro dhe kemi bo 2 milion euro ka qenë për rindërtim dhe renovim, kurse 1 milion ka qenë për ndërtim të ri, dhe kanë qenë përfitues pjesa dërmuese e komunitetit jo shumicë, duke specifikuar komunitetin Romashkali dhe Xhitjan. Deshtëm apo nuk deshtëm, reflekton edhe kjo. Reflekton megjithse stafi i shërbimit civil nuk i këshyr këto divergjenca politike në opinion dhe as zyrtarisht kështu nuk paraqiten, mirë po e ka sadokudo, e ka pak ndikimin e vet. Këtë është më rëndësi si të organizohemi më mirë si shoqëri që ky komunitet të jetë i barazvlefshëm me komunitetet tjera shumicë. Edhe në aspektin e punësimit, edhe në aspektin e banimit, edhe në aspektin e problemeve sociale, edhe në aspektin, sidomos në aspektin e mbrojtjes nga diskriminimi. Ne po kushtojmë rëndësi shumë këtyre fragmenteve, si ta quajmë, sidomos në procesin e diskriminimit, kuptimin e arsimit, e urrëties, e segregacionet, e shumë dukurive negative, të cilat fatmirësisht po shkojnë të eliminu. Kemi raste që thuhet që i nëbojmë gishta, jo mos i kurse përpara që ka qenë që grupet e marginalizuara të etiketohen për shkak të përkatësive etnike përkatëse, po trajtohen përditshëm më shumë të barabartë me qytetarët tjerë. Dhe kjo është një fatmirësi, është një rezultat i punës institucionale, mirë po nuk është e mjaftueshme, sidomos te komponenta e punësimit dhe e eliminimit të problemeve sociale, sepse ju e dini për shembull dukuria e martesave të hershme nuk është virtyt e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Xhitjan. Nuk kanë lidhje me këtë virtyt. Ajo është si pasojë e proceseve ekonomike, me zhvillimit ekonomik dhe këtë mundësi duhet me ofru, kemi obligim. Edhe sipas akteve juridike evropiane dhe ndërkombëtare, po edhe sipas ligjeve tona kemi obligim që të jemi sa më afër eliminimit të dukurive negative dhe përmirësimit të situatës ekonomike edhe të këtij komuniteti. Ne në fushën e institucioneve publike po ofrojmë një mundësi përmes ndryshim plotësimit ligjeve që i kemi bërë, kuptimin e kuotës për punësim, tani kemi mundësinë që të shpallëm konkurse ekskluzivisht për këtë komunitet, njëjtin gjë po ofrojmë, ju e dini, unë kam elaboruar edhe në takime tjera që kam bërë rekomandim në rregullor 15/2023 që te dispozita e 13 ekskluzivisht e futet një paragraf i veçantë ku edhe komunat si njësi organizative të kenë të drejten me shpall konkurse për këtë komunitet. Ju e dini që është edhe një deklaratë tjetër në fuqi me peshë politike, deklarata e Potsdamit, e cila na obligon që prej numrit përgjithshëm të komunitetit jo shumicë të këtij komuniteti, po flas te komponenta e punësimit, të rritet ky punësim për 25% brenda vitit kalendarik. Dhe ne po kemi obligim të raportojmë sipas kësaj deklarate
Komisionin Evropian. Andaj ne duhet ecëm me hapa pak më të shpejt në këtë drejtim. Unë ende nuk kam marrë ndonjë përgjigje nga Departamenti i Menaxhimit Zyrtar Republik se a e ka inkorporuar këtë dispozit në draftin që ende nuk është aprovu, apo e ka refuzu për shkak të asaj që mundet me u thirrë në afatet ligjore që ndoshta nuk janë respektuar sipas rregullave juridike. O dyto intervista me realizingje me kryesiune eksperteja vasho komitetjenge akaja ani konstitucijake puqipja kësitov orajo Florent Muçaj, como tagja e strategjako koncepti, prioritarne rodlarina vasho krejeri pe strategjako, inkludi pe korkore komunitetesko ano krejeri pasko taj implementi paske procesja, efektiviteti, svide taj budgetesko planifiki pasko mahatni pe. Faleminderit shumë, është kënaqësi si gjithmonë me punu me juve, me organizatën tuaj, me pjesëtarët e komuniteteve Ramashkali Egjiptian përgjithësi. Unë jam Florent Muçaj, ekspert ligjor domethënë për çështjet të drejtave të komuniteteve, çështje kushtetuese. Unë mendoj se edhe pse dhe më herët ka pasur strategji duke u bazuar në dokumentet ndërkombëtare, siç është deklarata Pozonit dhe të tjera, ka pasur edhe strategji të mëhershme, po strategjia aktuale për avancimin e drejtave të komuniteteve Ramashkali 2022-2026, mendoj që është një hap i mirë në avancimin e drejtave të këtyre komuniteteve dhe konsideroj që përmbajtja e saj është një farë udhërrëfyesi për ta zbut gjendjen aktuale që supozohet që është me komunitetet Ramashkali Egjiptian. Në këtë kontekst, siç e dini edhe ju, strategjia ka disa objektiva të saj, duke filluar nga fusha e arsimit, që është goxha problematike për sa i takon komuniteteve, shëndetësisë, banimit dhe pastaj mbrojtja nga diskriminimi i cili është një rrafsh ose një çështje shumë shqetësuese për sa i takon komuniteteve Ramashkali Egjiptian. Nga njohuritë e mia për strategjinë, e kam parë që strategjia profesionalisht është punu me një bashkëpunim të ngushtë në mes të shoqërisë civile në një anë dhe institucioneve në anën tjetër, përmban dhëna tepër të mira që i referohen gjendjes së komuniteteve Ramashkali Egjiptian, pasqyron vërtet ashtu siç duhet problemet respektive që i kanë komunitetet Ramashkali Egjiptian dhe mendoj që në sensin e kësaj janë hartuar edhe objektivat dhe veprimet të cilat supozohet që do të ndërmerren brenda kësaj periudhe kohore 4 vjeçare. Tani ju siç e dini jem në vitin e parafundit do të kësaj strategjie dhe një vit i ka mbet afati dhe konsideroj që kjo veç i ka prodhuar efektet e veta. Nga ajo sa kam parë në strategji do të thotë, dhe këto që e thash bashkëpunimi shoqërisë civile institucione, kam parë që shumë veprime, shumë çështje që lidhen me zbatimin e strategjisë i kanë marrë përsipër organizatat e shoqërisë civile, po normalisht ka pas një gatishmëri të madhe të institucioneve, si për shembull Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, pastaj edhe zyra për qeverisje të mirë, e cila normalisht e ka luajtur një rol kyç në pjesën sidomos të raportimit të strategjisë. Unë mendoj që objektivat e kësaj strategjie, edhe veprimet e kësaj strategjie, qofshin objektivat specifike ose ato të përgjithshme, strategjike, janë të ndërtuara mirë, sepse i përfshin vërtet fushat kyçe ku komunitetet e Ramashkali Egjiptian kanë edhe probleme. Dhe herë po e ripërsëris, jo probleme do të thotë si komunitet, po probleme në qasje, probleme me institucione, për shembull në fushën e arsimit, edhe në fushën e shëndetësisë, po edhe në fushën e punësimit, edhe përjashtimit nga tregu i punës, po mas shumti nga për çështjet e diskriminimit. Domethënë janë të diskriminuar kështu në parim dhe unë mendoj që kjo strategji ka treguar rezultate të mira. Nuk them që është zbatuar 100%, po vërtet ka treguar rezultate të mira si në rritjen e vedijes ose në vetëdijsimin e institucioneve, si në vetëdijsimin e vetë pjesëtarëve të komuniteteve për t'i kuptuar të drejtat e tyre. Andaj unë mendoj që si dokument kombëtar është i mirë, është profesional dhe është i duhur, domethënë për me avancu pozitën e komuniteteve Ramashkali Egjiptian në sistemin tonë shtetëror. Këtu ka do të tri dimensione që unë i kisha prek. Faleminderit, zbatimi thash është shumë e rëndësishme dhe
zbatimi gjithmonë bëhet me monitorim, domethënë me pjesën e monitorimit. Me sa di unë, domethënë për çdo vit institucionet dhe shoqëria civile raportojnë dhëna se cili është progresi i zbatimit të strategjisë dhe planit të veprimit. Normal pjesa e strategjisë lidhet me planin e veprimit në kuptimin operativ. Plani i veprimit e detajizon se cilën objektiv specifike me veprime konkrete. Ato veprime e kanë institucionin përgjithës që i zbatan, por siç e thash, edhe shoqëria civile ka marrë obligime në zbatimin e këtyre veprimeve. Me sa di unë deri tash janë prodhuar 3 raporte të zbatimit të kësaj strategjie nga zyra për qeverisje të mirë, të cilat janë edhe publike. Këto raporte tregojnë një farë progresi të mirë në zbatimin e strategjisë, por i shpërfaqin në sfidat edhe problemet ku ka pas të lashës, ku ka pas probleme. Në shumicën e aktiviteteve të kësaj strategjie është tregu progres. Pra institucionet kanë tregu statistika, kanë tregu që kanë marrë veprime, kanë tregu që kanë shpenzu buxhet. Njëjtë edhe shoqëria civile. Megjithatë, se cila fushë e strategjisë i ka pas ato problemet e veta. Dhe kisha dashur me theksu 2-3 çështje që janë ngritë si lloj sfida në zbatimin e kësaj strategjie. Për shembull, te fusha e arsimit, një sfidë në vete në zbatimin e strategjisë, edhe për institucionet, edhe për shoqërinë civile, ka qenë çështja e braktisjes së shkollave. Dhe vërtet strategjia dhe plani i veprimit kërkon që të funksionalizohen ekipet e braktisjes, është vërtet që këto ekipe nuk janë bashkëfunksionale dhe unë mendoj që duhet këto shoqëria civile lokale me luajtur një rol që këto ekipe mi aktivizu sa më shumë dhe me parandalu braktisjen e fëmijëve rom nëpër shkollat publike, nëpër komunat e Kosovës, aty ku ka komunitete romëve ashkali. Mandej në pjesën e punësimit ka pas po ashtu sfida të ndryshme, për shembull te çështja e punësimit të komuniteteve rom në institucione publike. Ju e dini që ekziston kuota 10% e punësimit dhe shumë shpesh janë raportuar një numër i vogël i pjesëtarëve të komuniteteve rom dashkali, ndonse mund të jenë të kualifikuar e që janë punësuar në institucione publike. Pjesa e institucione private mos të flasim, do të thotë kryesisht punën në institucione private e bojnë me kontrata jo formale, edhe kjo ka qenë një farë sfide shumë e madhe për Ministrinë e Punës. Në pjesën e punësimit janë tregu progres në pjesën e përfshirjes në skema sociale, domethënë dhe kjo është mendoj një indikator jo i mirë që shumica e komuniteteve rom dashkali janë përfshirë në skema sociale. Mendoj që kjo nuk do duhet ndodhë sepse komunitetet rom dashkali meritojnë që të punojnë dhe të jenë të barabartë të integruar në tregun e punës. Te pjesa e shëndetësisë, do thotë, ka pas progres në përgjithësi, është raportuar zbatimi i strategjisë. Për shembull, por mungon ta zom një hulumtim kombëtar që tregon gjendjen shëndetësore të komuniteteve rom dhe ashkali dhe është paraqitur si një lloj vretje, sfidë në zbatimin e strategjisë. Një çështje tjetër është diskriminimi. Ju e dini që funksionon edhe platforma kombëtare për mbrojtjen nga diskriminimi të komuniteteve rom ashkali egjiptian. Janë paraqitur shumë raste të diskriminimit në fusha të ndryshme. Disa raste janë adresuar dhe janë përfunduar me shumë sukses, ndërkohë që një problem i madh që unë mendoj që duhet më adresu është ndërlidhja e zbatimit strategjisë nivel lokal dhe nivel qendror. Po du me thonë këtë sepse strategjia parasheh planet lokale të veprimit. Në shumë raste këto plane nuk kanë qenë fare të hartuara dhe nëse kanë qenë të hartuara janë zbatuar shumë pak. Andaj shoqëria civile lokale, siç jeni edhe ju, duhet me luajtur një rol që në komunën e vet këto plane lokale mi bë pak më aktive dhe me bë një farë presioni kështu demokratik të institucionet që duke u thirrë në strategji, në obligimin për zbatim strategjisë me ardhur deri te një rezultat konkret për ato çfarë kërkohet. Por se sa realizohet ai buxhet është shumë diskutabile. Këtu vjen shprehje pikërisht lidhja me planet lokale të veprimit dhe me kërkesat buxhetore që duhet me bë shoqëria civile dhe institucionet kur vjen koha momenti, do të thotë me kërku buxhetim të aktiviteteve, me i fut ato në buxhet vjetor, mos me leju që parat me ikë me shku në tepricat ja me i marr Ministria e Financave, por duhet vetë komuniteti, po edhe institucionet me aktivitete dhe me një farë avokimi më të madh, domethënë me kërku ekzekutimin e buxhetit, po edhe rritjen e buxhetit, dhe mendoj që rritja e buxhetit është shumë e rëndësishme
me u marrë parasysh në strategjinë. Në strategjinë arshme duhet me u shiku buxhetimin me kujdes. Në qoftë se nuk ka pas shpenzim në një kategori të caktuar, atëherë ajo nuk ka nevojë fare me ekzistu. Nuk ka nevojë fare me ekzistu. Andaj duhet me u rishiku. Po unë mendoj që do të thotë ka shumë rëndësi që kjo strategji me vazhdu, do të thotë me vazhdu kështu siç ka qenë, si dokument, me u validu edhe për një periudhë të ardhshme, ka shumë rëndësi kjo, sepse vërtet ka pas progres, por hartimi i saj duhet me u bë mbi bazën e skanimit të një gjendje reale të zbatimit të saj. Unë e konsideroj që nëse ka veprime objektiva që fare nuk janë ndërmarrë veprime, të shikohet seriozisht a duhet ato me ekzistu në strategji, a duhet me u heq, dhe eventualisht, varësisht nga gjendja, varësisht nga skanimi, sepse unë mendoj që për mu bo strategjia duhet me ekzistu një farë ullëmtimi para prak i fizibilitetit, do më thoni kontakteve me shoqërinë civile, me komunitetin, me i pa edhe njëherë me i ripa problemet në frymin e strategjisë kaluar dhe me i ridraftu ato objektiva strategjike. Strategjia duhet me qenë gjithëpërfshirëse, në prëndësit e strategjisë duhet me qenë krejt komunitetet rëmeve ashkali, strategjia duhet me qenë e gjithve, me i dhonë mundësia gjithëpërfshirjen në për komuna, për me pa një plan teknik të hartimit të strategjisë, dhe normalisht kjo kërkon angazhim edhe ekspertizë, ndoshta të jashtme, po edhe një lloj mobilizimi t'juj si organizata që me pa vërtet me pasqyru problemet reale që i keni në teren, me i pasqyru aty dhe me i drejtu aty ku duhet për atë institucionet. Përgjithëse mbi gjitha me u kujdes shumë për buxhetimin, sepse strategjia pa parë, pa buxhetim nuk mundet me shku, nuk mundet me studio. Tajpeagor o trinto intervista ame realizingje mjekje romane aktivisteja, erajo Ridvan Gasheja, kova ulagja mensar kobar ovsitov qalarno kotaro implementipe strategijako, ketane butikerutne o institucije, taj kola si je strategijake čučipja kola ikliona ano tereni. Ovin sastre kaj Lelena ka mahat një tema vašo romano komuniteti, a ka si te penav qalavdi tema sa vi manglape sine amen sa kana aktivistija, sa kana politikune partije, sa kana nacionaluno godit e penave komuniteteski manglape sine to ove dhe strategija sa visi ali evropatar, nane nume e kosovatar, e Kosova si kotor Evropako sa vo sa othana dendelafi G2 dhe 305 kaj o romano puqipe ka ovull tretirimo ano jek majlačo, taj majučo, taj dendolafi e temjendar kaj ka ulaven buxheti pangu e komuniteti sa vosi maj diskriminima një Evropa, taj Balkani. Numaj teleparaf kaj e Kosova na motavga serioziteti ani angluni, ani dujtët hakana sa vi ka shër dhe letrito strategja të ovel gatisarni, nane serioziteti ka na vakerava kaj nane numaj te kerek strategja te qiva në lidh, tajte na ovelova buxhetja në centralno në nivelli, tajte na gjanovo nijek ministria sosia ka strategja, numaj kerde i një te penava dola rajpeske grupe, save ule raporti paske grupe, save mot hamna ne save tikna aktivitetja save kerena. Te na bistara ka jo maj bar aktivitetja save ovena kotaro civilin no malipe, taj ne save kotaro institucije lenape, taj kerena jek raporti te penav savo nane raporti o dole strategijako. Si aktivitetja save si referime, save si mothavde, save si objektivenca, ani strategija numaj në tereni në rakne implementipe, on dikena kaj dajek aktiviteti ovela, dajek projekti realizingjola kotaro civilin në malipe, kotaro mashkat hemut në organizacije, on leno doa kontributit qivena njek dokumenti hem raportinena një Evropaki Unija sa resipe. Va, si resipe, numaj si resipe, e javelune donatoriengo na e Kosovake Republikako, na e fondjengo sa ve manglapis në tu lavgjon, direkt kotaro dendelafja sa vesi o Kosovako rajpe, o panj ministrije sa vesi mahatne, sa ve manglapis në tu lavgjon love, kala misalje komuna, sa ve adive diklu me Gjakovaki komuna, u lavgja 10.000 euro shtare organizacijenge kotara kala komunitetja e tikno fondi, numaj cita no nave romane strategijako, nane numaj dek fondi jave. A kala si e kshukarno modeli sa o misal të piravgjoll nakato ministrije kotaro sa komune ani Kosova.
Dikindo e Kosova anë jangluni strategija sa visinimen kaj o raipja pele jek palo jek, nasine raipe sa osinele jek besh duj, o romano pucipe romani strategija nasine serioziteti, nasine gatisarne te vakaren, o paluno raipe te vakera sa osine panj bersha no raipe, a eka shërdingja sine nesove beshipja te vakere panglo Roma, ka në Roma mangle te vakere no qaqipe te mothaven te raportine no dola beshipja qavdile a në palune 2-3 bersha na dikerdile, numaj ofisi va shukar no raipe sa o piravla o habit hajredinaj, ke dele Rome njek fora no besh, jek drom ko besh, a dikerda nesa o te pena trujale mesalina, o dova kana Evropaki Unia mangela, na numaj kaj si o lesko mangipet, haj o leske ofisesko. Evropaki Unia resela te kedel pere programea Roma 2, Roma Integration 2, Roma Integration 3, ta kana kedela e Rome njek fora no besh, taj dikako te siam, ama po lungo dolestar, po buto dolestar na ovela, me penavas nekaj manglapisne nasakova masek, sakova 3 masek, te rakempe o relevantne ministrije, o romano komuniteti, o ashkaljunu komuniteti, te na bistara, kaj sinjo lengi strategija, tajte dika kote siamja somanga te laçara, numaj dika kaj o ministrije qelali paske, diklja kava samo sarjek beshipe, kaj na kena kohabiti kaj bekernek beshipe, numaj palo doa na raportinena, na penjarna pere ministre so vela a kale bukja amenjana kaj o ministrije, sakoja ministrija siola po jek duj aktiviteti panglo o Roma, ama so desaro do lestar te kera maj buderi vaša mara komuniteti. Telepara vakate kaj simani Prishtina, si jek tikno komuniteti e Romengo te ashkaliengo, ola siolak si ako plani, taj od dujto besh ovela ke implementingjola numaj na džangolape so ovela, na nolem budžeti pangla kavak si ako plani, on lena nesav informacije ka eko organizacijen dar donatorijentaj, taj kerena raport, ja bičalna no centralu no niveli, nikalena pestari obligacija, numaj telepara e fush Kosova, Angua losaripja restete realizine njek plani, te penave merenj se stipea e javer organizacijen dar, restete kere njek plani, savo plani a kana qilo gjipalo a losaripja kaj te votingjol, nat implementingjol, a o vito 2000 bishu panj, 2000 bishu efta, numaj o bishu panj gelo, o bishu shova gjukara, so ka implementingjol jek besh, bizo budžeti, bizo nisavo gati saripe, o dova so amen, sar civilin nomalipe, sar komuniteti, sar medije, sar javer te penav si kaj amen tretirinena jekune ano konkursija e javer organizacijen, sar amen tretirinena sar kaj na nemen strategija, sar kaj na nemen hako, taj budver džanena kaj ano konkursija amen pera, soske siam haricune komunitetja, soske na nemen dumo ano komisije, taj bistarna ke siam njek strategija, taj o komuniteti budvera no lokaluno niveli, a e ka injano centraluno, lena 0 euro. E o dolestar si e duke romane komuniteteski kaj manglape o ministrije te putaren pejaka, te putaren konkursija ekstra strategijake, o romano komuniteti te aplicirinel, te implementingor no dola projektja, sar sosino misale Gjakovake komunako, sa ovakargu mulavja 10.000 euro, ama ek modeli sa voshajte lope sakole komunatar. Kamne taj respektune shunamne taj dikhamne. Pelungipe e intervistjengo e institucionne reprezentjencar taj aktivistjencar, diklem kaj sasavi pe alilene save mahatne bajakja, numaj pandara qona seriozune svide ano implementipe, koordinipe taj direktuno inkludipe e komunitetjengo ano decizija lej paske procesja. Ano averdrom ameno medije taj odizutne, simen mahatni rola te informina, te adikara e institucijen godorne, taj te manga kaj o publikune politike te irangion ano realune gjivdi pasko laçaripe. Peshunipe taj pedikipe.